publikisht. Na jemi mbledhë dhe kemi pas dakordim qysh me trajtu këtë çështje. I kemi shkel ligjet për me mundësu, e dini shumë mirë, se tash po më detyroni me thonë publikisht, sepse po tentoni me kriju divergjenca edhe në mes qytetarëve. Në fond paraputis votimit se cili qytetar i Republikës Kosovës është i barabartë. Nuk ka të qytetarë dhe të tjerë. Vlla im është i burgosur në Kumanov. Kush sa interesu dhe i qtasha kanë drejt vote, as kanë drejt vote aje dhe trima tjera aty. Tash, unë kërkoj që edhe kom kërku, që me këqyrë për se cilin rast, ku do që lejojnë konventën ndërkombëtare. Po, nuk më dëgjove të i folë për Kumanovën, kom folë tjetër konë dhe kom kërku, kanë shku shkresat, kthehet përgjigje, në rregull, po ku do qoftë? Unë e mbroj parimin e drejtës së qytetarëve me votu. Edhe ajo me konë në mënyrë ligjore, jo ilegalisht. Nuk njëna mirën e me që ilegalisht procedurat votimit dikon, qoftë edhe në Hagë. Qëj tamam e lejojmë edhe qysh e votojmë na këto. Andaj, nuk është e rregullume, nuk është mirë me gënjy publikisht, veç pak. Jo, nuk ka të bëjmë me rregullim. Veç pak se jetë po shpif publikisht. Në rregullat zgjedhore, duro zotni, veç pak. Duro bre stafri, jo bre je qëllim shumë ka shpif. Je qëllim shumë ka është rregulluar. Vetja çoshës dërgojnë komisioner, kaq. Nuk dërgojnë komisioner. Këtu është sepse nuk na lën gjykata. Nuk na lën me dërgu komisioner. Kjo është diplomatike. Gjykata speciale nuk është të lejuar me dërgu komisioner partive. Na e kem kërku. E kem kërku me dërgu komisioner. Nuk lejon gjykata speciale me dërgu komisioner partive politike. Pikrisht pse e di po është rrezon. Po, veç nuk jetë deri në ato komunikime ti ka. Dhe nuk jetë të shku në qështjes të informë. Je ka mundohesh me zërë dikonin me amundësu, e dikonin me mës me amundësu. E në jo, nuk ka dikonin dikonin. Me mundësu votimi, për këto prej si Recep Selimi, si Hashim Thoci, si një Ilir, apo qështë do që ka, është në Australi, e ka të drejtën e votës edhe na do të mja kry, edhe me ne që nuk i bojmë deri, as përmendje semrit, të emrave të këtyne njerëzve, se pa ta pyesësh se cilin prej tyre sot shkokqyr, pyeti atje, a mendoj qysh po mendon ti, a kanë me mendu qysh po mendoj unë përsoj përket të drejtës e votës. Ajo është e pacenueshme për secilin qytetar. Edhe duhet me i pas si qytetar fillimisht. E si bojmë der, as të i kriju procedura që s'kanë bazë ligjore. Edhe ati pse s'ka bazë ligjore, se s'ka vendim të KQZ-s për ato procedura që na i kena kriju. E duhet me vendim të KQZ-s. Edhe unë jem sot të futët, edhe ajo aty, du të më futë, se për ndryshe na jemi në shkelje edhe të ligjit, edhe nuk jemi në me shkel ligjë, me shkel, se është shkelje e flagrante. Dhe me thonë, e i bojmë të procedura, i thojmë dikujt, bëni të procedura dhe kërëm këtë më jo, jo. Dhe me thonë, unë kam guximin me marrë vendimin publikisht, kush dole ta qënë për zapë, që po, edhe në Hagë, për aso lejojnë autoritetet me leju votimin me cilën do formë që autoritetet ju përshtatët. Në këtë rastin konkret. Vesh se dalojnë komisionerë i dërguve kash. Mora, më publiku për këtë gjë tuta. Unë nuk kam nevojë për komisioner i çati. Gjykata speciale me dërgu vetëvendosja çka ka thonë gjykata speciale ty për komisioner? Duhet na e përgjigje, çka ka thonë, kanë për një komisioner të zgjatur. Nuk lidhet. Je jashtëmës, nuk është institucion. Koha e sesionë me kim. Ani fol ti kur ta përfundojsh flasun. Veç se ti e përgjigje. Veç, okay, a le ta përfundoj. Vetë jep zyrtar se ka përgjigje zyrtare, ka gjitha. A janë përgjigje zyrtare? A është përgjigje zyrtare? Ato nuk kanë urdhër për neve, po na i kemi marrë për bazë ato se s'kena dashur në asnjë kusht dhe asnjë rrethon me amohu drejtën e votës. Edhe po për çato na s'kena marrë vendim të KQZ-s dhe sot unë jam këtu me marrë vendim të KQZ-s. Se veç me vendim të KQZ-s mundi me bëni anashkalim tillë. Dhe veç me vendim të KQZ-s muj me bëni anashkalim të tillë edhe për këta votues që janë gjithandej që janë edhe kontribues edhe të lirisë vendit. Qoftë me pare, qoftë edhe me trupat e tyre. Se nuk mund me i paraqyku kush janë ata njerëz. Ka njëri që e ka 700 kilometra ka pagu biletën e aeroplanit për me shku me votu me të 27-in.
në Australi, dhe ti me një kështu kalajlak me thonë, jo se ti s'ki drejt, ti ta qojmë në një post, në falë, a ko drejt me shku, që to me lypëm, me shku në Kambera, me shku në Tiranë, me shku ku dë se cili ku është përcaktu, a modalitetet, si për ata në hak, si për se cilin, leti zxedhe dhe leti bën sekretariati. Edhe një gjanë, kryetar, së shumë rëndësi. Nuk është e vërtet që në Tiranë nuk ka staf, nuk është e vërtet që në Podgorica nuk ka staf, dhe nuk është e vërtet fare që në Shkup nuk ka staf. Staf se kolegu me drejtë e përmeni, që tha mu i më me qu, punë me ne që ka staf atje. Pse e keni pru me një? është se e keni pru qëllim shumë për me e dështu. Si me thonë, mës me marë vota. Andaj, këto lojera tullta, unë mendoj që duhet me pas kujdes kur i bëni edhe na shpërfasni, na shta njërë të pakëndshme na me bisedu këto para medjave dhe edhe para njëri tjetrit. është dosht edhe para 2 mbledhjeve ju këmë thonë, modalitetet e njëjta dhe qashtu ka qenë dakordimi, modalitetet e njëjta si kur për rastin e Hagës ti përdorim për gjithë, edhe mi votu këtu. Jo më pa votim të KQZ-s, po jo dhe mi nda njerëzit. Jo dhe mi nda njerëzit, se unë i besoj komplet, nësë të shkon veç ambasadori, në të shkon Hagë, mërë edhe një zyrtar, cili do, mërë qysh do, unë i besoj votës gjithë se cili që a e ka vullnetin dhe i garantohet vullneti. E jemi të folë për 70 veta që e gjësore. është punë e parimit, nuk është punë e asni, e tarujmë qatë parim. Tarujmë qatë parim, likim debatit edhe ecim për para, veç i lirë me ditë, në 3 ambasada që i kanë shkru, ka staf, nuk është rani me një me mojtë. Atër ja i keni thonë, ju dikush mi shkru një, e me dollë me u refuzu, për thonë, ja kanë bo ata për me dështu këj proces. Atër, nëse më lejohet, e para, nëse sekretariati siguron staf edhe këshillat vendvotimeve, në bazë të reglave që i kemë, njëm okej. Vesh këta dëtojnë që mundën me siguru. Unë e friksohem që ajo ndodhë edhe mbesëm as pa dërgu fletvotimin dhe as pa organizu pastaj në vendvotim. Duhet me ditë, me një njeri nuk mund të zhvillohet, një edhe e dyta. Pa dasht me hinje dhe me bot tem, një diçka që tashme na mundon gjithë dhe po gjykata speciale në gjykatë e Kosovës me ligje dhe me kushtetut. Pavarësisht në saja objektiv, pavarësisht, kushtet, të qëpar. Ata janë të konsiderohen bas ligjeve dhe të regla njerës të cilët qytetarë që kanë lirin e lëvizjes të kufizuar dhe hinë kategorinë e personave që të mos dëshmerisht që kanë nevoj mu ju tërgu fletvotimi atu ku janë. Edhe nuk mund të ngrejnë kësi paralele. Prandaj, ne përma shumë bazët të informacionet që kemi akoma s'kemi edhe emra, nuk mund mu i me ditë edhe nëse i dërgon gjykata speciale emrat e tyre ose lejimin për të votuar. Kështu që ne, unë konsideroj që ne duhet me shku me versionin e parë, konform rekomandimit të sekretariatit dhe Ministrisë e Punëve të Jashtme sa i përket këtyre ambasadat dhe konzulatat. Dhe unë menoj shumë që jam i bindun që fletvotimet shkojnë, nëse nuk humbun kohë. Faleminderit. Ka dikush tjetër diçka jo? Unë sa pisha, ma shumë ka për opcionin e parë se opcionin e dytë. Në çfarë do variante nëse e qesën votim, mundë me mbet pa asnjërin nëse nuk pajtohen. Kështu që unë jam të dasht me e qesën votim, po opcioni i parë me qenë se ka ma shumë përkrahje, duhet mi qelë rrugë sekretariatit, diçka me bo, se nëse si hapim rrugë sekretariatit, mbesim po krypun. Na kena një rekomandim për sekretariatit, po kërpojnë 2 opcione. Në shka rrjedhe rekomandimi kryetar, në di që shka rrjedhe rekomandimi, çdo sa në di. Andaj edhe ju detyrova publikisht mi afrosane. Kalzëm ti mund qysh kemi organizuar hap votimin, kalzoj qytetarve. Mos ta mojmë shef më këtë punë, sepse nuk ata se janë atje peng, po mos ti mojmë peng edhe qytetarët. Ty bën dhe procedura... S'jem t'ju mbajt peng kërkon... Mirë, jo ka tërë ta dim, dhe me thonë, ta dim, këtë ati në qytetarë. Qysh zgjidhe? Nuk po du me bo paralelje mes
Jo, paralele bën se janë qytetarë t'i veni se cili pa dallim. Në fond para kutis, si veprimtari, si luftetari, si pensionisti. Ajo është e rëgume, le të shkojnë këtu, le të jetë publikisht, dhe ja u dërgoni, edhe ja u dërgoni ju lutëm, ja u dërgoni shkresën, ja dërgoni gjykatës speciale, komisioner të partive politike, brenda gjykatës speciale. Edhe me i pa, me mundësu vëtime. Pa komisionerin, kina bajtu. Se shka për të pëngë mërgota si pa komisioner me po? Komisioner të subjekte politike. O, ku do bre? Shka për të pëngë 17 veta në rrugën e toksor, shka për të pëngë? Përmbyll takimin, por nuk mërë me qitë një vendim që është i paliqshëm. është një vendim, sekretariati s'mon me nërë vendimet paliqshme edhe rekomandimet paliqshme. E para është e bazuar në gënjeshtra kryetar. Nuk Tirana, Shkupi, Podgorica kanë ma shumë se sa një staf. A kuptoni, dhe më kjo punë që na e dim. Na e dim, e pse erdhaj me një staf kjo vend. Raportin me PD-s ka dërguar. Cili raporti me PD-s? Referohet në qëtë. Të referohet raportit me PD-s? Ka pranuar analizën me PD-s. Po edhe? Si pas aty, ne kam bërë rekomandim. Para 10 ditë, na e kemi dhënë qartë orientimin, nuk e kanë pru orientimin edhe modalitetet që ishme votu. Neki način došlo u neku veću zabludu, nego sada ne znamo, nije ti je prva opcija, niti je druga opcija. Svi ovdje pričamo o nekoj trećoj opciji i ja mislim da cijel ovaj materijal dobijali smo deo po deo. Znači mi od sinoć pa dok smo došli ovdje na sastanak dobili smo 10-ak e-maila. Toliko smo zbunjeni da ne znamo ni o čemu se tačno radi. Ja vas molim da će drugi puta kada i ne može da bude ono što bude dostavljeno od sekretarijata da bude amin. Znači trebamo imati vremena da razmislimo, da vidimo, da konsultujemo zakon. Sekretarijat ne može da bude amin kad dođe sa preporukom i to je gotovo. Da se tu glasa ili se ne glasa. Mislim, trebamo da imamo jasne informacije. Sada sa ovim konstatacijom, odnosno sa ovom pričom, mi smo totalno neinformisani i ne znamo tačno o čemu se radi. Znači, da li je prva opcija, da li je druga ili pričamo o nekoj trećoj opciji. Qartë, Almir. Besnik, a ke diçka? Kryetarë, sekretariati i ka pas parasysh pikat e rendit ditës, edhe për që 3-4 pikat e rendit ditës ka dërgu materiale. Që i bie që sekretariati nuk ka dërgu ma shumë se 4 materiale. Ka dërgu 4 materiale, 4 dokumente. Raportin e sekretariatit, rekomandimin e zyres, këtë dokument këto që bëhet trajtojmë tasht, edhe këshilli për çështje ligjore për zëvendësimet. Që të materialet që ju kanë dërgu antarëve të KQZ-s. Në anën tjetër që ky raport, që ky rekomandim, është bërë mbi bazën e një analize që ka bërë Ministria e Punëve të Jashtme. Edhe tash ai ka listu këto ambasadat që janë në qendrat votimit, ku Tokyo i ka 2 votues, Tirana 4, Podgorica 6, Ajova 8, Abu Dhabi 10, Canberra 10, Shkupi 14, Ankara 16, që në total bojnë 7 votues. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme na ka thonë që për çdo ambasada, përfaqësi diplomatike, kapacitetet njerëzore, stafin që e kemi atje, janë të pamjaftueshëm. Edhe nuk mujna me organizu në rast se subjektet politike dështojnë me dërgu përfaqësues antar të këshillave të vendvotimit atje. Në anën tjetër, edhe me dërgu prej Kosovës, ata e kanë problem sepse mundet me ndodhë një situatë që i dërgojnë në shtetet e tjera ku numri më i madh i votuesve në përfaqësi diplomatike të Evropës, Gjermanisë dhe Zvicër, si që ka ndodhur në zgjedhjet e fundit. Edhe mbi çet bazë, domethënë mbi çet analizë të MPJD-s u bë edhe çka rekomandim. Tash në çet rekomandim ne kemi jep 2 opsione. Po pe kuptoj që për sa kohë votuesit janë përcaktuar për opsione për me votu fizikisht përfaqësi diplomatike, është një fashkelje sepse mënyrë të pavullnetshme i handron edhe mënyrën që ata janë përcaktuar me votu, po janë çdo 2 opsione që ka mundësi me votu. Po, në rregull janë pa mundësi. Jo, nuk Jo, mëse. Jo, e para, veç se këtu, ati po tentohet se këtu na, që harrane që me harrejs mëni me kështu me shty kauza që nuk shtyjen. Ju e dini mirë që për me pas sukses, procesi i dërgimit të zarfeve me DHL-in
është dashur me marrë vendim me shkel qatë rregullore që thëshë nuk e shkelim. E ju e shkel rregulloren, tonë e shkelëm rregullore. Jo, se veç me ditë që kur referoj ligjit kanë herë edhe rregulloreve, ato për doraste po bojnë, po për doraste nuk po bojnë. Edhe cila është shkelja? Nuk i ke çu zarfat me ato farë shajat, as të kersat nuk i ke çu. I ke hek sanë që i ke pas, i ke hek. Edhe në rregull. Hajde, kena ato me çu, po mos tojmë sikur jo se shkoj, pat sukses besa të shtyja fate. Po sot më nuk ka sukses, se ideja konë, shka të mërin mas 20-it, zarfe, ato rrezikohen seriozisht më kthy. Sepse që kjo është informacioni që kena marrë gjithandej. Edhe është çështje e një parimi kështu. Nuk më intereson as shkon ambasadorin po shema jo. Nuk është hiç s'është kam intereson. As ambasadori e as zyrtari këto i joni sekretariatit. Paguhen për atë punë, jo pagu morarin shtesa, shka do që ka. Mu më intereson, a jemi institucion që organizojmë zgjedhje, edhe i kemi dhe rregullore e cilat jenë bon për mi rregullu një farë procesi, edhe basat i rregullimi a këdo drejtën qytetarve mu deklaru a dënë me post, a dënë përfaqësi. Edhe nuk ke thonë që nëse zbohet numrin përfaqësi, ti ki mu këthy me post. Nuk i ke thonë. Ju kallëzoni ju edhe qytetarëve tash, që i keni thirrë njerëzit i keni thonë, apo kthehemi me votu me post. Edhe ka njerëz që nuk ju kanë thonë jo. Jam regjistru për me votu në ambasadë, edhe e kam rezervu biletën 700 kilometra, edhe nuk e ndrej. Po falënderit kryetar, po nuk është kjo me Shumë gjatë. Një vendimari do të marrë. Një vendimari do të marrë. Njone pishtu me dy opcioneve. E kimi liq. E ka propozu sekretariati, duhet me jetë për para. Liq me mjau nalë njerëze, Jo besë se nga të janë dalë kërkuj, po jeti manipulu me këto fjallë. Ti jeti manipulu. Kërë këto fjallë që a i ty thonë manipulon ti, atër jeti edhe këta tjerë që mundohi me ndru një formë të votimit që qytetare a deklaru. Vesh me përgjama, me përgjima, me se kjo është deklaru, inderu. Sekretariati po vjen me dy opcione. Sekretariati nuk ka shtorë me opcionin që ka qenë edhe se ka kry. Dhe më thonë, po pajtohemi tash se cili që thamë që për opcionin e dytë nuk i ka prunë, nuk i ka sjell metodologjinë se që shko me bon këtë formë votimit. Tjetra është çështja e Hagës. Vazhdojmë me thonë, çështja e Hagës do të vendimari këtu. Unë tash e çaj dorën për kur do që ti e bjen. Po tinza edhe nërsjetlla edhe ilegalisht është marrë për neve si institucion me vepru. Edhe mo nuk veproj ashtu. Publikisht po e çaj dorën tash jam por. Po jo me në skomca se s'funksionon, nuk funksionon shteti në atë mënyrë, as institucionet, s'bën me funksionon ashtu. E sa për sot do të mi pas, ju e dini se po i përmeni komisioner, në Kosovë organizojmë zgjedhje me 3 veta, ku ata 3 ka mundësi dhe ka pas rasti ku asnjëri nuk ka koni partive politike, po i ka krejt komisioner të administratës. Kështu që kur dëni me kontë sinqert edhe profesional, ju i dini që kena praktika që kanë mundësu format votimit. Andaj, na vizotrej profesionalizmi e jo ti heqin ja 7 dhe të votu se muj me kontë këti ose të ati. A bën me ditë se përfaqësi është një zyrtar